një inxhinier gjuhë rumanisht folës, i student rumani, vjen dhe i thot Demollarit pas një ndeshje qershor, Demollari me çantën krah duke shkuar në shtëpi, i thet Demo, i thot, kjo është destino, fati, të kërkon Lucescu. Është konsideruar i huaj më i mirë i gjithë kohërave që ka luajtur në Rumani. Tha dua vetëm lojtar nga Shqipëria. Ngelën kush është ky? Dinamo, nga lojtari i Demollari, tha, nga Dinamo, sepse Dinamo Tiranës me Dinamo në Bukureshtit kishin luajtur 2 vite më parë. Dhe ky e kishte parë, por në ato vite nuk lejohej transferimi, 88-ën, si më thon, dhe që ky dhe krejtësisht një inxhinier gjuhë rumanisht folës, i student rumani, vjen dhe i thot Demollarit pas një ndeshje qershor, Demollari me çantën krah duke shkuar në shtëpi, i thet Demo, i thot, kjo është destino, fati, të kërkon Lucescu. Demollari duke shkuar në shtëpi, biseda jo, vio, nuk e besoj, dhe përfundimisht niset një nisje në Liber është shumë kuriozitet, pra dhe makina ju prish rrugës e jemi në vitet 90 deri në Rinës. Pastaj atje është një karrierë shpreha famshme Lucescut. Demo i thot si nuk ishte 3 vjet më i ri. Lojtar protagonist në ndeshjen e parë, në derbin e parë, në vitin e parë, është një ngjarje lidhur me këtë futbollist dhe unë mund të them sepse edhe jam marr, kam studiuar, jam angazhuar, është konsideruar i huaj më i mirë i gjithë kohërave që ka luajtur në Rumani.